Doni luft, luft do të ketë, po qytetarët do fitojnë. Shpojuni gomat e makinës, thyeni dritaret, nxirrini zvarr nga zyrat, ata që ju shkelin të drejtat tuaja, ata që ju shkelin drejtat tuaja, ngriuni, protestoni, reagoni. Askush mos kujtoj se kjo është lojë, se po luhen me qytetarët, se po luhen me popullin, se jemi këtu për të bërë llogari, ti bën llogarit mirë, për ndryshe valja ashme popullore do t'i fshin nga zyrat. Kjo është një lëvizje popullore pa kthim, nuk është një manifestim partjak. Populli ka duruar mbi kurriz pa drejtësit, populli nuk mund duroj më, durimit popullit i ka ardhur fundi, durimit ton i ka ardhur fundi. Ju bëj thirrje gjithëve të marrin përgjegjësitë tona, të reagojmë orë e minutë për çdo padrejtësi, mos ktheheni faqen tjetër, po qëllojni me gusht. Ndaj dua të përsërisë një herë thirrjen për ambasadorin amerikan. Zbato të njëjtin standard, hiqi vizën Edi Ramës, hiqi vizën Samir Tahirit. Nuk ka rrugë tjetër. Kjo është luftë. Ne nuk do të qëndrojmë këtu si dele, duke pritur thertoren e krimit dhe të korrupsionit. Ne jemi në këmbë, ne jemi ngritur, ne do të luftojmë deri në fitore.